moment in our path. Është një çast I rëndësishëm në rrugën tonë drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Është një moment për cilin ne kemi punuar shumë, që prej një kohë shumë të gjatë dhe është një moment kur gjysma e punës, nëse mund ta them, për hapjen e të gjithë grup kapitujve është bërë dhe tashmë ta fundet që po qarkullojnë që Shqipëria të mos ketë një veto në pjesën e parë të qenit antar I Bashkimit Evropian. Unë kam promovuar këtë ide prej disa vjetësh, thot kryeministri Rama, sepse e kemi provuar prej vitesh. As it has happened before, is not there in important capitals, and in the same time, sepse çështja e zgjerimit nuk ka qenë aq e pranishme në kryeqytetet europiane. Kjo ka bërë që të dalim me propozime të tjera, ndaj unë e kam mbështetur këtë. It is not about let's say light membership, it's about nuk bëhet fjala vetëm për një antarësim të lehtë, pra me pak të drejta në Bashkimin Evropian. The membership with full rights in parallel with the needed reform of the European Union. Por natyrisht ne kërkojmë antarësim të plotë së bashku me reformimin e plotë të Bashkimit Evropian. Pra për sa kohë do të pranojë Shqipëria që të pranojë diçka të tillë, pra mos ketë fuqinë e vetos në Bashkimin Evropian. Is a country that has been always 100% aligned with the EU foreign policy. Shqipëria ka qenë gjithmonë në një linjë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. In imagining to have a veto. Nuk e imagjinon që të ketë kënaqësinë e përdorimit të një vetoje. Gjithmonë kemi qenë gjithmonë më pro Bashkimit Evropian dhe më pro NATO-s në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është ajo çka mendojmë ne, por duke ju referuar barometrit evropian, një sondazh që kryhet me qytetarë